Një pyetje, shumë nga Partia Socialiste nga të vjetrit vajtën u falën te Berisha. Që të nanoja? Unë nuk di që nano është falë të Berisha. Po i kërkoj për president. Është tjetër gjë ti kërkosh dhe tjetër gjë të bësh pazar. Atë një rast tjetër. Bëri më falë. Vajti kur Olldashi konkuronte me Ramën, është kush është Rama, po Vajti dha për krajin e Olldashit. Falje e Berishës, të falësh të Berisha. Të them një gjë. A ishin bllokimi zgjedhjeve nga Edi Rama për dokumentat e identifikimit? Po mirë, kishte drejtën e vet ai ta bëj. Jo, mirë, po ne rrezikoheshim se ishin në momentin e hapave të mëtejshme të integrimit evropian. E ka bërë edhe Berisha këtë bllokoi hapjen e tha jo po kaçatorat që po ulen me drogë një në tjetër. E bën gjithmonë Berisha, nuk do t'ja di Berisha. Shiko, mua më shqetëson e majta, nuk kam gjë personale me Edi Ramën. Po e bën socialistët me bllokimin e kryetarit të qarkut në Fier, sa unë atë kohë. Baftiari mbaj mend emrin atje. Sa unë, jo, Vangjela, se ç'ishte një se Baftiari është kryetari që ka qenë. Sa unë atë kohë, po do Edi Rama face to face, i kam bërë memo dhe i kam thënë, zoti kryetar, ne jemi në rrugën e integrimit evropian. Ne do të vim në pushtet, po ne nuk do të bllokojmë asnjë hap të ndërmjetëm, sepse kur të vim ne në pushtet, varësia për të marrë ose jo më shumë fonde do duket nga afërsia me integrimin evropian. I kam bërë memo ose kam ndjer përgjegjësi. Dakord, ky është një lloj idealizmi në politikë, po neve në këtë batak veprojmë. Edhe për atë unë mbaj mend ka qenë bllokimi këtyre, ishte Mojsiu i shkret që bënte negociata u shtyn me 2 muaj në mos gaboj zgjedhjet, sepse Rama kishte frikën e manipulimit. Unë kam ndikuar pozitivisht e Nano që ta bënte takimin me Berishën, e ka shoqëruar Emin Barçi, që ne të dilim nga një ngërç. Po kjo nuk është pazar. Kjo është që unë kam këndvështrimin tim që vendi ecën më mirë kështu. Okej, nuk po ja moj, por pavarësisht kësaj nuk e kem marrë ndonjëherë namin që vajte u falet te Berisha. Jo, në asnjë mënyrë. Nuk e bën ndonjë kompromis me Berishën, prandaj po them që si e vlerëson Berishën në këtë aspekt? Shiko, në aspektin njerëzor më vjen keq. Sigurisht, sepse ata për trashëgiminë, edhe trashëgimia familjare, me problemet e shumta, nga ato që kanë ndodhur në tropojnë vende të tjera, është e brisht për familjen e tij, për shkak të sjelljes politike të Berishës. S'ka gjë pa bërë. Okej, patjetër, unë shiko, mua ta thash edhe një, më domin akoma thikat shpifse në kurriz të Berishës. Por duhet bëj një vlerësim situate të kështu. Në aspektin politik, është si ai njeriu që e rrit fëmin dhe pastaj e mbyt. E ka mbytur Partinë Demokratike. Unë kam diskutuar njëherë me një kolege të Partisë Demokratike, që a mund të ndërmjetësoni ju me Berishën për një hap pas? Gjë që duke e pamundur. Për të paktën bëni një variant modern, që t'je di në Itali, në Greqi, në vendet e tjera, këta që kanë qenë në politi ikin, se dhe lodhesh, edhe duhet sinergji re, edhe ndryshon grupi njerëzve që ti njeh në struktura ndërkombëtare. I bëni një fondacion, dhe kjo i takon, pasysh me Bardhë dhe Zati, Fondacioni Politik i Partisë Demokratike Sali Berisha. I krijoni ambientin, lejojnë të jetë sa më shumë aktiv në aktivitet ndërkombëtare. Nuk e lëshon, dhe është për të habitur. Nuk e lëshon. Unë nuk shpresoj fare se unë shikoj programet që Berisha fiton. Nuk e di aleancat fluide pas zgjedhjeve, por ajo që ai premton është totalisht e parealizueshme dhe dëmshme për zhvillimin ekonomik, social dhe domethënë rritja e pensioneve, ulja e taksave. Shiko, aty ka pasur. Ato që thot tani, për shembull, po marr vetëm një. Berisha thot taksa shesh 10%. Lul Basha thot taksa shesh 9%. Luli e ka marrë nga një kandidat republikan në zgjedhjet në parti që thoshte 999. Pra ne kemi 3 tatime. TVSH-n, konsumi, që zë pjesë më të madhe, tatimin vitar dhe tatimin e punës. Nuk ka Shqipëria faktor të rritjes ekonomike që të kompensojnë uljen e taksave. E bëri Berisha 10%, po çfarë bëri? Nuk pagonte kompanitë. U rritën borxhet, zinxhiri borxhe po mbiste biznesin, FMN edhe vuri kusht. O tani, o do përfundoni si Serbia, ku ka kaluar një krizë të rëndë të borxheve të vonuara që shteti i ka biznesit privat dhe institucioneve. Kështu që edhe nga pikpamja e arritjeve ekonomike nuk ka ndonjë legësi. Nuk kanë bërë ndonjë ndryshim të madh. Jemi në ato rritjet tona kështu. Po, rritjet normale. Po, mundet të thotë që legësia e tij është antarësimi në NATO. Po ju dini që ato janë vendime gjeopolitike. Po, nga 20 pika që kishte rrodhë më pi 10 kishte bërë Partia Socialiste. Po, kështu që po, edhe ka qenë një nga dhe ishte edhe një vendim gjeopolitik. Patjetër.
Patjetër. Edhe ishte një nga ekspertët shumë të mirë që punoi, Besnik Bare, që punoi dhe me qeverinë Berisha për ca kohë, dhe kjo është gjë e mirë. Jo e dini, në Amerikë, për shembull, ose vendet moderne, ministri i mbrojtjes mund të jetë nga pala kundërshtare. Pse është siguri kombëtare. Bill Gatesin, Gates quhej ministri i mbrojtjes që e mbajti. Shefi i shërbimeve sekrete. Gjëra që janë kolona shtetare. Kështu që në këtë Deep State që quhet. Po, Deep State, siç e trajton Hollywoodi ashtu është. Po, vërtet. Atëherë, vim edhe te pika e njeriut që është sot për sot më i fuqishëm në Shqipëri, Edi Rama. Si do ta vlerësoj në planin politik, në planin ekonomik? Populli shqiptar është popull i zgjuar. Dhe thotë çfarë të mbjellësh do të korrësh. Jo më pyet mua për marrëdhëniet e mia me Ramën. Në 2013 unë dola deputet i pavarur, sepse unë për 16 vjetresh kam pas mbështetje maksimale të votuesve të Vlorës. Do ti morë goxha vota atëherë. Dhe unë nuk mund t'ikja si Zvaranik, që me që tha Rama ik edhe ik. E para, e dyta, Rama ishte i pa shpirt në fushatën kundër. Rama bashkë me vllajën e një socialisti bën një video që unë nuk mund ta besoja që keqësia shpirtërore ai në deri atje, sa keni një spot po duhet ta sjellë tjetër, thirrjet e drejtë për drejtë të Ramës, vota për Albert Malaj në vot për Sali Berishën. Vajti dhe shpifi për deklarimin e pasurisë. Me mjaftin, sa unë e detyrova drejtuesin e mjaftit të bënte përgënjeshtrim të menjëhershëm shqip dhe anglisht, sepse tha nuk e lexova dot deklaratë e Malaj dhe më nxori mua gjë ministri më të varfër financa në botë, se kishte ecur një njësh nga fillimi. Dhe arriti derisa nxiti atje në parlament sa avun kuti për të më denigruar mua. Po integriteti është si kutia kursimit, do të hedhësh për ditë. Dhe unë hedh për ditë para të kutia integritetit tim, pra veprime, jo para, që ta kem si mbështetës në momentet këqija. Do në gjëra të papranueshme. Unë nuk dua të them sot të gjitha, se nuk është problemi natë personal. Bëri luftë të paprincip në PS. Gjaketat e vjetra. Kush i gjaketat e vjetra? Ishin 50 vjeç. Unë vija nga një program leadershipi një vit në Harvard. Ai mbajti njerëz që në Parti Socialiste që s'di të shkruani një cop letër. Pra nuk ishte luftë gjaketash, ishte luftë individësh dhe futi luftën ngrinjen midis socialistëve. Futi njerëzit e tjerë Rama, faktikisht në Partinë Socialiste. Po nuk është, shiko, nuk është kontribut publik që unë të fus 20.000, edhe unë mund të fusja ndogana këtë mdesh qefi dhe në tatime. Po e qartë. Jo, mos e justifikoni, se dëmtoni. Jo, nuk e justifikoni, po Edi Rama është akuzuar publikisht nga Arben Ameta që pi vetë 33.000 euro. Por do të pyes për Arben Ameta, i ke pasur shef kabineti? Po, e kam pasur. Çfarë mendimi ke për të? Sepse ai thotë unë e bëra reformën financiare. Jo, e kam bërë ligjin për programat. Jo, s'ka bërë asgjë ai sepse politik bërësit janë ministrat. Në qoftë se vizioni im nuk ishte për reformat, nuk mund ma ndryshonte ai. Pastaj unë certifikatat e asaj që kam bërë mirë për vendin tim kam të shkruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe gjithë donatorët. Shefi i kabinetit është një ndërmjetës për të menaxhuar ekipin, po jo për të bërë reformat. Pa letrat për të kaluar. Plus që kishte edhe pengesa arsimin bazë, se kur të mungon një urit bazë, është si punë e themeleve, nuk ngredot shtëpi me shumë kate kur themelet janë të dobta. Unë nuk e gëzoj atë që ai ka. Kemi folur para një mueca. Më nisi një sëmësoj, jam marrëvënie, okej. Tha, dua të falenderoj, tha, çfarë kam bërë unë? Se ai vajti më shkarkoj nga bordi i Bankës Shqipërisë. Pra morëm bodën, që ishte ministër ku digje Shqipëria, Edi Rama, nuk e mori për aftësi profesionale. E mori për të dobësuar Partinë Demokratike në Korçë dhe për të krijuar premisa pozitive për një biznesmen që të kishte përfaqësues në Borsë Shqipërisë. Nuk janë kështu si shet Rama. Dhe kur ai u ankua njerë që unë rrezikoj të vritem dhe familja ime ka rrezik, unë dash një deklarim që do të jetë turpshme për vendin tim, që të ndodhë qoftë një krim ndaj atij, i zonës kryeministrit të Shqipërisë, jashtë Shqipërisë dhe ndaj familjes së tij. E kishte lexuar dhe më falenderoi. I thash nuk ka nevojë, po jo po kështu, nuk dua ty në muhabete. Është qartë. Por kishte vullnet, po ka rënë viktimë e instinkteve të tij. Dhe atë që thot ai në raport me Ramën nuk është dinjitoze vetëm për një fakt. E përmend shpesh, Eleonora Roosevelt thot, asnjëri nuk mund të trajtohet i pa respektuar nëse nuk e pranon ai vet. Sepse ai nëse ka pas kaq shumë shqetësime, minimalisht do të jepte çelësat. Jam shumë dakord. Në gjithë është sigur ka kundërshtuar. Unë kam marrë pjesë në disa mbledhje qeverie dhe
Asnjëri s'kishte guzim ta kundërshtonte Ramën. Po të them edhe për Ramën gjë. Në 2017 më ka dërguar një miku të përbashkët dhe tha Rama do që të shkosh në qeveri. I thash unë më shumë pëlqej Bankën e Shqipërisë. Jo thjesht guvernator, po sigurisht kur je ministri finance të shërbesh edhe në politikat monetare duke bashkuar njërit është gjë e mirë. Më tha po, ishte nano, më tha po lidhuni njerë me njëri tjetrin, tha. I thash, nuk kam problem. Po ai do të mbaj dhe Benameta, tha. Ta mbaj, thash. O e lavi poshët në po bën shaka, tha, po ma bën shumë të lehtë. Nuk kam asnjë rezervë, thash, po kam vetëm një gjë që dhe ti ma vërteton. Që sa herë që një ministër, se më thoshin kolegët, nuk kemi kaq misim me njëri tjetrin, sa herë që dikush kundërshtonte Ramën, me njëherë në mënyrë kështu të pickueshme, reagonte dhe u hidhej me kundër argument Ametaj. Dhe i thash ka dy gjëra. Nëse unë jam qeveria, s'do ta bëj dot. Qoftë ai bën, unë do ta kundërshtoj. Okej, më tha, mua ma lehtësoi. Vajti pasaj, kur doli qeveria, unë s'isha dhe nano tregu korrekt, tha, kaq dëgjoja, i thash ishte oferta jote. Pra, edhe në këtë rast, ishte Rama që përzgjodhi midis të dyve. Kështu që edhe ai e ka dashuruar atë. Po kam idenë që Ametaj nuk ishte ai që kërkon të shitej një ministër i suksesshëm, reformatore. Jo, i kishte krijoi idenë sigurisht e... Pra, idenë e krijoi, por... Ja. Shiko, nuk bën dot reforma, pa krijuar një frym të mirë në ekip. Për shumë, unë kam qenë ministër financa 97-ën dhe kam vuajtur shumë. Kur unë bëra kryetari grupi parlamentar, kjo e marrën direkte, arritëm respektin për një tjetrin, kur unë bëra ministër ekonomie dhe finance, qeverisja për mua ishte shumë e lehtë. Megjithatë, Rama i ka çuar 3 herë në fitore socialistët dhe pa ja bërë syri tërë se ç'ndodh nga kampi tjetër. Dhe me ka gjasa që t'i japi fitoren e 4. Do të thënë, është më duket si dhe fitimtarët nuk gjykohen. Fitimtarët nuk gjykohen, por varet se si e përdorin pushtetin, nuk gjykohen për fitoren, po gjykohen për qeverisjen. Këtu bjen dakord. Një, e dyta, nuk e di, po më duket është presidenti amerikan George Washington që i bën një letër djalit të tij, i dashur biri im, ka fitore të turshme dhe ka humbje të lavdishme. Prandaj, unë prapë e theksoj dhe këtu, ta marrë si të doj Rama, kur në shpirtin tim nuk ka asgjë të keqe për asnjë, Rama ka një mundësi, dhe po e them për herë të parë të emision juaj, të fitoj, të hënën në mëngjesi që Brinano t'i jap dorëheqje nga kryetari i Partisë Socialiste, t'i jap rrugën asaj, si ka zënë frymën, dhe brenda një viti që këta nuk e bëjnë, por ndoshta edhe menjëherë t'i jap dorëheqje edhe si kryeministër. Dhe ka figura plot Shqipëria, se kemi rënë atë idenë, kush do ta bëj pas Ramës. Jo, s'është problem kush do ta bëj pas Ramës, po kush është përballë Ramës. Jo, ai e merr fitoren. Tani është PS-ja që menaxhon atë dhe ai ka një exit strategji. Rama nuk ka exit strategji. Nëse nuk ka exit strategji, pasi se premton, kryetari jashtë do jetë femër, do jetë kështu. Vajti tha që nuk dua në listë fare dhe pastaj u vë i pari. Pra, Rama është në dilemat e tij. Historia ka treguar që pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute. Historia ka treguar që ata që kanë ndëtur deri në fund me këmbgulje, kanë ikur në mënyrë jo. Rama ka një problem të madh. Nuk është vetëm problemi i Ramës. Ka problemin edhe kush është përballë. Do të thënë, një pjesë e mirë e shoqërisë është ngrirë te Rama sepse mendon nëse ikën Rama, dhe kjo është ndoshta edhe defekt i mungesës demokracisë në PS. Nëse ikën Rama vjen Berisha, është Berisha. Jo, ne po flasim për pas zgjedhjeve. U bën zgjedhjet. Fitoj PS-ja, nuk po them përpara. Jo, nuk dua të cënoj sa do pak mundësim për fitore të PS-s. Pas zgjedhjes çfarë ndodh? Kongresi i zakonshëm i Partisë Socialiste, minjoje për gjithë, kontrollohet qeveria, a lë të parën PS-n, a lë të parën kryeministrit, por në një exit strategji është vonë të mendoj për të lë të dyja njerëshi.